Inspektoriati Mbrojtjes së Territorit i Bashkisë së Vlorë ka rinisur aksionin për lirimin e hapësirave publike dhe pastrimin e territorit, një nismë që po vlerësohet pozitivisht nga qytetarët, të cilët thonë se duhet ishin marrë masa më herët. Sipas tyre, problematika qëndron tek fakti se një pjesë e hapësirave të prekura janë vendosur me leje nga vetë bashkia, duke bërë që qytetarët dhe bizneset të kenë kryer investime dhe shpenzime që tani rrezikojnë t'i humbasin. Ata theksojnë se nëse këto leje nuk do t'ishin dhënë, situata do t'ishte shmangur. Ajo një iniciativë e mirë ishte, po bashkia këtu ka qenë ka 30 vjet. Ajo që s'lejohet. Ajo që lejohet edhe unë me sa di unë të gjithë kanë nga një leje për ato që kanë bërë. I lën njerëzit që bëjnë disa shpenzime në disa vende dhe të konsiderueshme, pastaj thonë tani do i heqim. Që janë hequr më mirë, të mos ishin lejuar ishte më mirë. Nëse janë të jashtëligjshme, le të ta bëjnë. Se janë të jashtëligjshme, ata e dinë, s'dim gjënë. Dhe si qytetarë si e shikojnë? Po si e shikojnë, tash ai që ka zënë vendin që të kaloj tjetri duhet hequr. Ai që se ka zënë, kjo se lejohet, nuk ka mundësi le ta mbaj. Po ata që i kanë zënë, por me leje? Po ai që tash të gjithë ata që ka dhënë lejen, ta pagojë ai haracin, jo ai që ka bërë. Pastaj Nuk ka bërë shumë mirë, që ka marrë në ashtet, duam pasërti, nuk duam që... Po për lirimin e hapësirave publike? Për ata ka bërë mirë, më bëhet qepi ati edhe mos e lërë asë një problem ati. Po dalin njerëzit mes rrugës, këtë ka bërë shumë mirë, fare, për këtë. Po për ata që i kanë me leje? Ata që kanë me leje që gabime, në themi ata që dalin pa leje, ata që gabojnë, jo ata që s'gabojnë. Por gjithsesi përheqin dhe ata që janë me leje? Gabime, ata që janë me leje, s'këpse heq. Pastaj është një gjë kështu, që shteti me shtetin nuk ka do të bastë, me shtetin e me detin mos bëj shaka. Ajo të mbyt këtë vret, të fundë burg, kështu që brenda ligjit, po jashtë ligjit, bëjnë gabim. Atje kur unë të laja ime, po i prishin. Të të zbagani gari unë aty, po i prishin. Kësë dhe gjë. Diçka pozitive? Po shumë mirë më të e gjë zhogje në më të sajë, të veç zhogje në regull. Kush me do regullin? Po që i kanë me leje? Ata kanë me leje, janë garantua si aprish do njeri, si dhe aprishi. Aksione për lirimin e hapësirave publike dhe për mbajtjen pastër të territorit. Po. Si shihni? Shumë mirë. Gjëja e duhur, sepse shkon në rrugë me motrën, me vajzën, me gruan, me kuadiun, piranetët të anëve të rrugët, qanë nuk shajnë njëri tjetrin, qanë nuk bëjnë kuadiun, edhe të djosh piranetët të rrugave. Lirimi i hapësirave publike flasim për ata që kanë zaptuar trotuar. Po. E fundit fare këtu në Vlorë është prishur një këtu, si duket ai kishte ndonjë aty te bashkia, nuk e di, ai rezistojnë çik më shumë. Aty ato rrafshuan pa ardhur kjo. Kanë prekur dhe ata që kanë qenë me leje, po për këtë çfarë opinioni? Me leje pa leje, dikush e ka dhënë atë leje në mënyrë abuzive, edhe s'ka të drejtë më ai që të ankohet të bëhet. Po ai ka investuar. Ka investuar, ju bëft mirë, dhe këta tjerët që e kishin pa leje kanë investuar. Hekurishtet i shesën në të hekurishtet. U bë ajo në veri, thethi, kush i dha kontratat e ujit, kush i dha kontratat e elektrike. Në fund, vajti u aprish. Po kush ishtë? Gjysme qeverisë vendore. Qeveri vendore do i themi sa të Shkodrës thethit kush i ka dhënë. Ndërkohë qytetarët kërkojnë më shumë kujdes dhe transparencë në dhënien e lejeve në të ardhmen në mënyrë që aksionet të tilla të mos sjellin pasoja ekonomike për ata që kanë vepruar sipas rregullave.